Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dinamikën më të fundit që po ndodhen brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Ju tashmë e dini shumë bukur që banorët nuk janë të informuar se çfarë ato flasin në dhomën e rrëfimit dhe çfarë transmetohet jashtë asaj. Ë, Produksioni ka ndarë me publikun një moment që isha shumë i sigurt që Rogerti e kishte kapur. Do me thënë, natën e mbrëmshme, kur Rogerti vendosi që të largohet nga shtëpia e Big Brotherit, u duk qartë azi që Miri u gëzua. Tani unë nuk do të them që pse u gëzua Miri, në fund të ditës të gjitha ato banorë aty kanë një qëllim të vetëm, kanë misionin e tyre për të fituar këtë Big Brother dhe do bëjnë të pamundurën të mundur, që të luftojnë sa më shumë për të rënë në sy dhe për të arritur që të kapin finalen. Por Rogerti, unë e kam thënë që në fillim që Miri do të digjet në lojën me Rogertin, sepse që në startin kur ju afrua Rogertit, Rogerti ka për leverdi, do ta them kështu, që në krahun e tij të mbaj banorët më të fortë që në fakt pretendojnë që janë brenda kësaj shtëpie. Dhe duke bërë logjikën Rogerti që jashtë që Miri është një banor i faktorizuar që në prajmin e parë me krevatin me Selin dhe pastaj me lidhjen që pati me Selin dhe me ndjesinë që pati me Selin, Rogerti e afroi afër vetes, por duke ja cituar gjithmonë që nuk do të kem si mik, në një moment do të bi. Unë e shoh që Miri është shumë i trembur dhe nuk është ai Miri komod që në fakt ishte në ditët e para brenda shtëpisë, dhe në debatet me Rogertin mundoi që të jetë sa më i heshtur, mundoi që të jetë sa më i qetë, që të mos të lejon veten në këtë rast të eskalon nga natyra e tij për qëllime që Rogerti të godet Mirin. Domethënë Miri e ka shumë problem goditjen me Rogertin. Në dhomën e rrëfimit unë e pash gati Rogertin që të godet Mirin dhe t'i akmeret Mirit për këtë kënaqësi që Miri e shpreu realisht edhe gjatë kohës, domethënë kur Rogerti doli, sepse Miri e besoi që Rogerti doli, domethënë nuk diti që ta logjikon lojën. Unë e kam thënë që Miri duke suportuar Selinën, duke ngritur Selinën në lojë, duke e rritur imazhin e Selinës këtu ku ka rritur Selina, ka harruar që të luan lojën e tij dhe në këtë pikë të lojës Miri ndjehet më i rrezikuari në të gjithë këtë luftë të madhe në 74 ditë që janë bërë aty brenda. Miri gjatë gjithë kohës flet për imazhin e tij, flet për personalitetin e tij, flet për njeriun e tij që e ndërtoi dhe ka frikën se si komentohet ai jashtë. Unë mendoj që këtë të shtunë vllau i madh do të organizon një surprizë për Mirin, sepse ndoshta e ka të nevojshme këtë surprizën për të orientuar brenda në lojë, por e pres edhe goditjen që do t'i vjen nga Rogerti, ndoshta jo tani, por në dasmën e Selinës edhe Gimbos e pres këtë goditje, sepse Rogerti ishte shumë i mllefosur me buzëqeshjen që Miri kishte bërë, që domethënë Rogerti e qua një lloj tradhtie dhe duke njohur një besim të fortë, një malsor që ka në shoqëri, Rogerti ka treguar atë djalin malsor me shumë tradita, domethënë tregon që tradhtia nuk falet dhe kështu që do ta godet, sepse luftën e madhe që Rogerti e bën me Arditin është pikërisht tradhtia që Arditi ja bëri Mirit. Si mendoni ju se do të shkon kjo marrëdhënie dhe çfarë presim në fakt nga kjo situatë?